lute ku po shkojnë, thash nuk I di tamam. Një bilet pa kthim, në një plan që s'ka plan, një logë kuqezi. Kjo duhet ishte historia e suksesit të Shqipërisë në aviacion. Një kompani ajrore kombëtare, një simbol krenarie, një emër mbi stadiumin më të madh të vendit, por vetëm pak vite më vonë. As fluturime, as avion, vetëm borxhe dhe miliona pikpyetje. Pra, çfarë ndodhi realisht me Air Albania? Air Albania lindi nga një dëshirë politike. Ishte mars I vitit 2017 kur kryeministri Rama do të njoftonte idenë për krijimin e një linje kombëtare. Viti do të plotësoj më pas me takime me përfaqësues të Turkish Airlines dhe vetë presidentin turk Erdogan. Nga aty, në nëntor, shqiptarët do të prezantoheshin me dizajnin e avionëve dhe vetëm në maj 2018 do të kishim më në fund krijimin zyrtar të sipërmarrjes së përbashkët. Air Albania u lançua zyrtarisht si një joint venture, ku Turkish Airlines mbante rreth 49%, shteti shqiptar rreth 10% përmes Alp Control dhe 41% do zotroheshin nga një kompani private shqiptare, MDN Investment. Kjo e fundit surprizë, pa eksperiencë të mëparshme në aviacion, e krijuar vetëm ditë përpara, ku I vetmi element që njihej ishte pronari I saj, Sinan Idrizi, I njohur në publik si presidenti I klubit të flamurtarit. Statuti themelimit megjithatë bën disa gjëra të qarta. Pavarësisht përqindjes së aksioneve, është Turkish ai që propozon administratorin që efektivisht drejton çdo aspekt të kompanisë. Qeveria del garantë se nëse MDN nuk plotëson detyrimet e saj, do ta zëvendësojë me një tjetër kompani private shqiptare. Pra, për Turkish, biznesin e ka me qeverinë shqiptare. Kontrata përcakton gjithashtu që për së paku 5 vite, asnjë aksioner nuk të riqet dot nga projekti I Air Albanias duke I dhënë një siguri fillestare kësaj linje ajrore. Welcome to the official unveiling of the Partia Socialiste Formula 1 driver line. Hajde pi kafe ti dhagët. I wonder if you know. Aty ku përputhej marketingu me rilindjen e socialistëve ishte emërtimi I avionëve. Ata do të mbanin emrat e figurave të rëndësishme historike shqiptare të shekullit të 19 dhe 20, figura të kulturës dhe identitetit kombëtar. Kështu, në 14 shtator 2018 u pagëzua për fluturin Lazgushi, që do të operonte linjën Tiranë-Stamboll, e më pas do t'i vinte radha Migjenit, Naimit dhe Fishtës. Megjithatë, premtimi më ambicioz, I artikuluar publikisht dhe politikisht se një ditë Air Albania do të kryente fluturime përtej oqeanit drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk u realizua kurrë. Por për të qenë fair, kjo sepse edhe nuk kemi pasur një pistë që do të mundsonte uljen e avionëve të tillë. Migjeni ka arritur në tokën shqiptare, është një avion me ngjyra kuqezi që I bashkangjitet flotës së Air Albania. Ai premton çmime të favorshme dhe kushte optimale për gjithë udhëtarët shqiptar. Ai do të udhtojë drejt Romës, Bolonjës dhe Milanos. Tani, në vitin 2017 dhe 2018 dëshira për të nisur një linjë kombëtare edhe bënte sens. Shqipëria sapo kishte nisur një val turizmi që çdo vit I kalonte parashikimet më ambicioze. Vendi po fillonte të njihej. Influencerat të huaj e prezantonin Shqipërinë si perlën e fshehur të Mesdheut. Tregu ndërkohë kishte disa kompani të tjera me aksioner shqiptar, relativisht të suksesshme. Por disa gjëra të tjera nuk bënin sens edhe atëherë. Nuk duam që kjo linjë të dështoj dhe që të lëj pas miliona euro borxh për shqiptarët. Së pari, pse Turkish dhe jo një kompani tjetër? Pse nuk ishte një tender ndërkombëtar? Së dyti, pse pikërisht ky aksioner shqiptar që përpos lidhjeve tregtare të hershme me Turqinë, as pak nuk e lidhte me aviacionin? Së treti, a mund t'ia ditë Shqipëria të ngrejë një industri ajrore kombëtare kur majtas djathtas linjat kombëtare po përballeshin me vështirësi dhe greva kudo në Europë, si shembulli I Alitalias?
Së katërti, a ishte vizioni dhe strategjia e kompanisë e mbështetur mbi dëshirat e kryeministrit, dëshirat e aksionerit turk, apo mbi tregun siç duhet jetë për një kompani vërtet pavarur? Të gjithat je duke udhëtuar të lidhim ripin fluturi. Kush ka fate dhe fluturon, kush s'ka pret në aeroport, kush është burrë nuk dorëzon, po pret edhe një orë. Përpara se të vazhdojmë, fillimisht duhet të sqarojmë diçka. Air Albania nuk ishte kompania para-ajrore shqiptare. Në fakt, disa të tilla kanë operuar që prej rënies së komunizmit. Arboria Airways, maj 1991, maj 1992, një bashkëpunim me austriakët e Tirolian që do të fluturonte avion sovjetik Tupolev Tu-134 të viteve 70. Kompania do të riemërtohej më pas Albanian Airlines në 92-shin duke operuar me të njëjtët ortak deri në 94-ën. Në 95-ën do të shitej tek kuvajtianët që do të rinovonin flotën dhe do të shtonin destinacionet. Albanian Airlines operon deri në vitin 2011, ku pas vështirësive financiare dhe teknike do t'i hiqej licenca. Ada Air, një tjetër kompani shqiptare që nis fluturimet në shkurt 1992, kryesisht drejt Barit dhe Selanikut. Historia është më jetë shkurtër, ndalon operimet në vitin 97. Albatros Airways ngrihet në ajër në nëntor 2004, operon thuajse vetëm me Italinë, nuk i zë shtatori 2006 për shkak të detyrimeve të papaguara ndaj aeroportit dhe kontrollit ajror. Si quheni? Unë, Kanan. Konan? Jo Konan, Kanan or Kanan. Po nga jeni? Nga Prishtina. E me çmeren ju në Prishtinë? Po jaur me këto peshkimrat. Si? Me peshkim në det, kupton anglisht apo jo? Tani Londra më lehtë se kur. Fluturime direkte nga Tirana me çmime më të mira. Më e mira për ju. Bel Air, për shumë shqiptar, ky është një emër i njohur. Jo aq për sa zgjati si dim, por për mënyrën se si falimentoi. Nis fluturimet në mars 2006. Çmime relativisht të lira, flot deri diku moderne, 26 destinacione në Europë. Çmimet e lira ndihmojnë të kapë mbi gjysmën e tregut në Shqipëri. Në bërim në 2013, kompania vendos të shpallë falimentin, duke lënë pas gati 52 milion euro borxhe dhe mira bileta të shitura përpara në kohë për shumë shqiptarë që tani kishin vetëm një cop letër në dorë. Alba Wings nis operimet në shtator 2016 deri në janar 2024. Gjatë kësaj kohe zë një pjesë të konsiderueshme të tregut të fluturimeve me Italinë, kryesisht falçmimeve të lira, por hyrja e linjave ultra low cost e bën pamundur konkurrojnë treg. Gjatë viteve, ndërkohë, ka edhe linja më jetë shkurtra si Tafa Air. Megjithatë, operator virtual ku kompani të charterave do të operonin në emër të saj, kryesisht të dizenjuar për destinacionet Tiranë-Gjermani. Nuk arrin të gjej veten në treg. Nis në dhjetor 2009, mbyllet një muaj e gjysmë më vonë. Të njëjtin fat ka edhe Star Airways që, si Bel Air, lë mira shqiptar aeroporteve. Pa avion, pasi pezullon fluturimet në mënyrë të pashpjegueshme. Operon vetëm gjatë verës së vitit 2010, derisa autoriteti i aviacionit civil i heq licencën. Në të gjitha rastet, arsyet e suksesit të përkohshëm të këtyre linjave kanë qenë të thjeshta. Konkurrenca me çmime ndaj operatorëve klasik, por kur në treg futen kompani edhe më të lira, mbijetesa bëhet e pamundur. Kjo dhe fakti që s'ka ndonjë dëshirë të madhe për të paguar ato qërat dhe detyrimet e tjera bëhen në fund gjithmonë shkaqet për mbylljen e këtyre linjave. Ne shqiptarët kemi krah. Sot krahët tan fluturojnë botën. Rikthehemi tani tek Air Albania, që lind pas eksperiencave të kompanive të tjera ajrore shqiptare. Avionet e saj të marrë me qira. Ekspertiza kryesisht nga Turkish Airlines, rruga më e qëndrueshme Tiranë-Stamboll. Në fillim duket sikur funksionon, bashkë me destinacionet në Itali arrin që të kapë deri në 13% të tregut, edhe pse gjysmë i takonte hapësirës që Turkish i kishte dhëruar me fluturimet drejt Stambollit. Arrin të rezistojë edhe gjatë pandemisë që rezulton fatale për shumë kompani ajrore. Pastaj shfaqet problemi më i madh, konkurrenca, ajo që jo do me mos të falimenton, por të ekspozon problemet më të mëdha. Vim tek realiteti low cost. Kjo është edhe vërteta e pakëndshme. Fillimisht Wizz Air e më pas Ryanair. Ato nuk përpiqen të jenë simbole kombëtare. Nuk e vendosin emrin në asnjë stadium. Janë thjesht të lira. Dhe kjo është ajo çfarë kërkon realisht udhëtari shqiptar dhe ai europian. Kompanitë low cost dominojnë kontinentin sepse kanë perfeksionuar efikasitetin, çmime agresive, shërbime minimale. Dhe shqiptarët
edhe më të ndjeshëm ndaj çmimit. Kur një bilet është 20 euro më e lirë, vendimi është marrë. Air Albania, ashtu si shumë linja të tjera, nuk mund të konkurronte. Deri në vitin 2025, pjesa e saj e tregut kishte rënë në vetëm 3-4%, ndërkohë kompanitë low cost po zgjeroheshin në mënyrë agresive dhe po i merrnin pasagjerët. Kompania nuk po humbiste vetëm para, humbiste rëndësinë. Tani, pse low costët ja kaq të suksesshëm? Shembulli i qartë u pa gjatë pandemisë. Kur linjat klasike nisën të falimentojnë anë më, çfarë bën Wizz Air? Porosit qindra avion me çmime okazion, negocion me aeroportet për të siguruar kontrata me çmime shumë të favorshme. Fundja, kur ke qindra fluturime në javë është më lehtë se sa kur ke 5 apo 7 për të negociuar. Pastaj çmimet e deklaruar janë vetëm ato në reklama. Wizz Air apo Ryanair shiten si çmimi i ulët, por vetëm 20 bileta shiten ndoshta me 20 euro. Dhe nëse shton bagazhe, nëse bën check-in fizik dhe jo online, nëse je vetëm gjysmë kilogram pi kapacitet, nëse valixhi është 5 cm më e gjatë se ç'duhet, nëse do një gotë ujë në avion, duhet paguash. Por siç ka thënë edhe CEO i Ryanair, nëse do të mundeshin low cost do të ofronin edhe bileta ku t'i rrin këmbë, nëse kjo do të thotë që mund ta bënin biletën 10 euro, sepse njerëzit sot shkojnë mbi të gjitha pas çmimit. Po kërkon një linjë ajrore për të udhëtuar? Air Albania ofron check-in falas, bagazhin deri në 38 kg falas, rezervimin e vendit falas, ushqim cilësor falas, si dhe komoditetin e avionëve më të mirë në botë. Dhe ku gjendej Air Albania në këtë filozofi udhëtimi? As premium, as low cost. Ka ushqim në bord, por është kryesisht një sanduiç. Oferta justifikon çmimin, bagazhet e përfshira. Një apel për shqiptarët emigrant në Itali që rikthehen në shtëpi, por tipologjia e udhëtarëve shqiptar ka ndryshuar. Nuk ikin me valixhe, ikin me çantë shpine. Destinacioni vetëm ku ndoshta valixha bënte sens për pazare, për shembull si në Stamboll, është më lirë të thosh me Pegasus. Ja t'u jap disa ide se si mund të funksionojë një linjë ajrore shqiptare në mënyrë që të ketë sukses. Le t'u japim shqiptarëve ato që duan. Mos ta quajmë klasi parë, le ta quajmë VIP, ku ofrohet shampanjë me xixa. Të ofrojmë shisha dhe wifi falas në avion, jo kafe americano në bord. Një ekspres i vogël aty bën namin. Për të ulur kostot, ushqimi falas në bord janë farat e lulediellit. Kush paguan mund të zgjedhë për ushqimin midis pajdaqeve apo byrekut me dhall. Në vend të demonstrimit të mërzitshëm të sigurisë, stjuardesa le të hedhin valle popullore në fillim të fluturimit. Në vend të valixheve ke hapësirë falas për 30 litra karburant që ta blesh në Turqi dhe t'ja hedhësh makinës kur të vish në Tiranë. Dhe në stilin klasik shqiptar, kur ti do i qefi pilotit, ndalojmë në Tepelem për Paçe. Dhe sipas rastit, në Larisa, Agrinjo, Patra, Atin, Selanik për dorëzuar pako për familjarët. Dhe nëse dëshiron të qerasësh gocën e ekuipazhit, kjo kushton vetëm 15 euro dhe ajo qëndron pak minuta me ty. Abonim falas në kanalet e Big Brotherit nga dhjetori në prill, ndërsa në pjesën e verës, pilotët dalin live në TikTok, ku mund t'i gjush aviona dhe raketa sa të duash. Nuk du të ta them. Por faji ndonjëherë nuk ta ka vetëm tregu. Menaxhimi ka rol kryesor dhe është fajtori më i madh. Do të ishte më e lehtë komentonim se si operoi Air Albania nëse do të funksiononte si çdo biznes tjetër taksapagues në Shqipëri. Por përkundrazi, kemi mungesë transparence financiare, bilance të papublikuara, konflikte ligjore me furnitorët, procese gjyqësore për qirat e papaguara të avionëve. Kjo sepse marrëveshja me Turkish nënkuptonte që Air Albania nuk i zotronte avionët e saj, i merrte me qira. Kjo mund të shkatrojë në heshtë një kompani ajrore. Dhe ja pse. Kur një kompani merr avion me qira, sidomos në forma si leasing operacional, ajo paguan kosto fikse mujore, pavarësisht se sa fluturon. Kjo do të thotë që ti paguan për avionin edhe nëse ai rrin në tokë. Ti paguan për ekuipazhin në disa tipe kontratash. Ti paguan për sigurinë, mirëmbajtje dhe kosto të tjera operative. Pra, nëse fluturimet nuk mbushen, nëse linjat nuk performojnë, nëse orari nuk është i optimizuar, ti nuk humbet thjesht para, ti rrjedh para. Tani ta krahasoj me kompanitë low cost, ato kanë flotë më të madhe, të njëjtët modele avionësh për të reduktuar kostot e trajnimeve. Negociojnë më mirë. Air Albania nuk e kishte këtë shkallë. Çdo vonesë në një aeroport përkthehet në vonesë më të madhe në aeroportin e radhës. Kjo krijon kosto ekstra. Dhe nëse vonesa zgjat mbi 3 orë ose anullohet një fluturim, detyrohesh të kompensosh çdo pasagjer. Ndërsa linjat të mëdha mund të riorganizohen për të shmangur sa më shumë situata të tilla. Brenda kompanisë, ndërkohë, situata ishte po aq problematike.
Vim tani tek tre Sinanët. Kujtojmë që aksioneri privat shqiptar i kompanisë ishte Sinan Idrizi, i njohur në lidhje me Air Albania për kamerat pistolet të gazetarëve. Si fillim do të jemi në Rom, në Milano, do të jemi në Bruxelles, do të jemi në Paris, do të jemi në Londër, në Athinë, në Bolonjë dhe më gjatë. Do të shinohet shumë të rrafashin e timit morë sot, do të morë pengë dhe shumë bagazh. Bëhet fjalë për kompaninë Air Albania. Do marrin ndeshje apo? Paralelisht, administratori i zgjedhur pas propozimit të Turkish vitet e para ishte Sinan Dilek. Turku vinte nga një eksperiencë më parshme menaxheriale për kompaninë në Norvegji dhe në 2018 caktohet koordinator për Air Albania dhe me krijimin e shoqërisë do të shërbejë si CEO deri në fund të shtatorit 2024. Në detyrë do të pasohej nga Sinan Ishik, i cili prej themelimit kishte qenë zëvendës menaxheri i përgjithshëm. Çfarë është e çuditshme me Sinanin e tretë është që në 2023 fiton gjyqin me Air Albania dhe në nëntor madje për mbarimin do të vinte masën e sekuestros për kompaninë, me qëllim pagimin e pagave ndaj Ishik. Turku ndërkohë prej 2021 kishte themeluar një kompani të tillë të konsulencës në Shqipëri, ku administrator kishte vendosur një koleg të Air Albanias që shërbente si shefi kontratave me furnitorët dhe partnerët. Raportime për gazetarë të huaj nga burime të brendshme tregojnë se Ishik kishte krijuar po ashtu një tjetër kompani përmes partneres së tij shqiptare. Kompani që përfitonte pagesa nga Air Albania. Po këto burime tregojnë për vonesa pagash për stafin, mospagim të detyrimeve ndaj furnitorëve, sekuestrim të avionëve deri tek akuza për alkolizëm, fyerje e kërcënime ndaj anëtarëve të stafit që kërkonin të drejtën e tyre. Duam rrogat! Duam rrogat! Hey! Ku janë parat tona? Duam rrogat! Teksa sipas punonjësve problemet u theksuan në 2024 me vendosjen e Ishik si administrator, fundi duket se erdhi në 2025. Turkish Airlines, shtylla kryesore e gjithë projektit, vendosi të largohej. Ata shpallën shitjen e 49% të aksioneve dhe në atë moment Air Albania humbi jo vetëm një investitor, por shtyllën operative. Pak ditë më vonë fluturimet u ndalën, licencat u pezulluan dhe praktikisht kompania u rrëzua. Edhe një për Stamboll, se u mbush. Në mungesë të transparencës dhe bilanceve zyrtare të kompanisë që ndoshta do t'i dorëzonte ndonjë Sinan tjetër, për shembull Sinan Hoxha, kemi vetëm raportimet e Turkish Airlines për investitorët e saj për të kuptuar se çfarë ndodh sot me Air Albania. Turkish thotë që kompania ka regjistruar $4 milion humbje deri në fund të 2025-s për gjysmën e aksioneve që do të trohen pikërisht nga Turkish, por sikur të ishin vetëm kaq. Turkish pretendon $53 milion detyrime afatgjata të pagueshme ndaj saj nga ana e Air Albanias dhe $1 milion detyrime afat shkurtra. Por linja shqiptare nuk rezulton debitore vetëm ndaj Turkish. Prej gushtit 2025, Air Albania rezulton e paditur nga kompania amerikane e leasing të avionëve GA Telesis. Po ashtu në gjyq rezulton edhe me linjën ukrainase SkyUp, sipas së cilës ka qenë gjithmonë me vonesë në pagesa e madje në shkele kontraktuale. Këtu flitet për 10 miliona euro të tjera. Në gjyq Air Albania është edhe me kompaninë e cateringut IBN. Kësaj radhe paditës është kompania ajrore, pasi dyshon për mbifaturim për gati 2 milion eurosh për 312.000 pasagjerë të shtuar në mënyrë të padrejtë. Në total, mediat e specializuara për aviacionin vlerësojnë një total detyrimesh të Air Albanias për thuajse 100 milion eurosh. Raportohet gjithashtu se qeveria shqiptare po konsideron pagesën e 35 milion eurove, para të cilat do të shlyen shtetit shqiptar me këste nga aksionerët e tjerë. Ajo çfarë dim është vetëm një vendim i Këshillit të Ministrave për të zëvendësuar si aksioner alt kontroll me Ministrinë për Ekonominë dhe Inovacionin. Por teksa deri më tani kemi analizuar shkaktarët e këtij dështimi, vizionin e gabuar në treg, influencën politike dhe drejtuesit duhet marrë në konsiderat edhe vetë Turkish Airlines. Një histori si ajo e Air Albanias në fakt nuk është risi, madje ishte paralajmëruar me krijimin e saj. Kako postati pilot i kako izgleda radni dan pilota u Bosni i Hercegovini. Vite më parë, në 2008-ën, Bosnia dhe Hercegovina provoi diçka të ngjashme me Air Bosnia. Pas një ankandi ndërkombëtar, Turkish rezulton fitues dhe merr 49% të aksioneve. Formula e njëjtë, 2 avion me qira drejt Bosnia Airlines, rezultati kolaps brenda 4 vitesh dhe një borxh prej $12 milion. Pyetja që ngrihet është, kur Turkish e pati një eksperiencë të ngjashme, pse tentoi sërish të bënte të njëjtën gjë? Gjithashtu, duke parë tendencat e tregut evropian që kërkonte low cost, pse në Shqipëri nuk u shkua drejt këtij modeli? Diçka të ngjashme për shembull me A-Jet, ish Anadolu Jet, e cila është një nënkompani e suksesshme low cost e Turkish Airlines.
Air Albania për disa nuk është një linjë ajrore se sa emri i stadiumit, ku pihen kafe çdo ditë dhe ndonjë gotë në darkë. Siç është njoftuar në qershor 2025, ai supozohet që të mbajë emrin Air Albania për 5 vitet e ardhshme, siç ndodhte prej 2019-s. Një lëvizje marketingu për ta bërë kompaninë një ikonë kombëtare. Sot ironia është e qartë. Stadiumi ende qëndron, kompania jo, ndërsa sponsori zyrtar ajror i kombëtares shqiptare tani më është Wizz Air. Megjithatë tani është e kohë të qajmë për qumsin e derdhur ku rezultati dihet. Fluturimet anulluara, licence pezulluar, investitori u largua, borxhet janë në rritje. Kompania ndaloi plotësisht operimin. E quajnë si doni, ndaq faliment, ndaq kolaps, rezultati është i njëjtë. Air Albania u bë thjesht kompania e radhës në listën e gjatë të linjave ajrore shqiptare që dështuan. Por kësaj radhe megjithatë dështimi nuk ishte vetëm i një kompanie, ishte një ndër kombëtare që udhëzuan.